Live në studio jemi për të vijuar tashmë në këtë këndin tjetër, ku i ftuari i parë është Miki Villa 24, është nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranzi, Alken Çuko, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe edhe këtë ditë të mërkurë. Në një temë që është aq interesante dhe domosdoshme, sepse prej shumë kohësh Zien. Kalori, sa kalori marr, sa kalori djeg, domethënë, dhe kam përshtypjen që shumë vonë është kuptuar s'pari çfarë janë kalorit, si duhet bërë, le të themi, ai raporti, dhe ndër të tjera sa prej nesh, momentin që marrin një produkt në duar, shohin dhe tabelën ku janë edhe kalorit aty të shkruara. Por ne sot do të flasim vetëm për këtë rëndësi, por edhe për ushqimet që na shijojnë, marrim vlera ushqyese dhe ulim nivelin e kalorive për të na ngopja. Okej, ja, këtë duam nga nutricionistët, të ham të ngopemi dhe mos shëndoshemi. Po. Është, le të themi, një temë që e përmendin shumë sepse janë duke u fokusuar shumë kalorive. Në fakt ne kemi thënë shpesh herë që kaloritë nuk janë ato çfarë na përcaktojnë atë çfarë ne duhet të konsumojmë, por është e mirë që ne të kemi një informacion mbi ato, sepse në fund të ditës mund të bëjmë edhe, le të themi, një autokontroll të produktit që ne konsumojmë. Një shembull jashtë produkteve, për shembull proteinat që blihen në formën e pluhurit, për të parë nëse janë vërtet cilësore apo jo, mjafton të bësh një bilans të kalorive që shkruhet mbrapa, e përpjeston me 4, që është 4 kalori për gram që ka proteina, dhe nëse këto raporte dalin afër vlerës së kalorive, atëherë do të thotë që ti kaq protein ke. Nëse dalin shumë larg njëra tjetrës, do të thotë që ty ka disa shtesa që ty s'të duhen. Që nuk janë, janë të panevojshme. Ja, informacion interesant, ky sepse duhet thënë që këto proteinat apo suplementet tjera ne i gjejmë kudo, i gjejmë edhe në markete, i gjejmë edhe në ato ambiente që ndoshta nuk janë fare të specializuara për të tregtuar dhe nuk dihet as vendi origjinës, ajo më të dim të bëjmë një përkthim të saktë tabelës. Prandaj zgjidhja është në Ranzi. Kemi gjithmonë të certifikuara, brende ekskluzive, të detajuara në etiketa, mënyra konsumimi, vlera ushqyese dhe gjithçka. Po. Është, le të themi, për të konsumuar ushqim dhe për të jetuar shëndetshëm, ne kemi nevojë për vlera ushqyese. Kemi nevojë për 3 elemente kryesor, karbohidrate, proteina dhe yndyrna, por nuk janë vetëm ato, sepse nëse ne nuk konsumojmë dhe mineralet e dura, atëherë këto karbohidrate, proteina dhe yndyrna nuk kanë se si të zbërthehen më pas. Nëse marrim në konsiderat për shembull direkt në procesin e konsumimit të ushqimit, që faza e parë etapa është mastikimi, pra bluarja, në momentin e parë enzimat në bështymën tonë bëjnë procesin e zbërthimit të ushqimeve që konsumojmë. Kështu që jo vetëm të konsumojmë, por të dimë edhe se çfarë konsumojmë. Ne në fakt e nisëm për të folur për disa produkte hipokalorike, por e ndryshova rrugës sepse hipokalorike mund ta kufizojmë shumë konsumatorin dhe le të themi mund ta vendosim në një formë stresi që vetëm këto produkte duhet të konsumosh. Por le të flasim për ushqimet të cilat janë të ulta pak në kalori në krahasim nga çfarë mund të jenë produktet e tjera, pra patetina, të skuqura, le të themi edhe këto produktet e ultra përpunuara siç janë sallamerit, dhe të fokusohemi në disa produkte që janë dhe le të themi afër natyrale, sepse pothuajse pjesa më e madhe është e ngrirë, dhe të cilat na ofron vlera ushqyese. Edhe nisim me domatet e thata, që janë këtu. Atëherë, domatet e thata, ne zakonisht jemi mësuar t'i blejmë në vaj. Po, e vërtet, në ato kavanozat, po. Që shumë të shishme janë, që është e vërtet. Atëherë, yndyra me vërtet, sepse shija detyrimisht vjen nga yndyra, sepse yndyra ka aftësi që të mbulojë gjithë sipërfaqen e gojës, dhe pjesa më e madhe e aromave, shijeve dhe ngjyrave janë të treshme në yndyrë, dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë na shijojnë më tepër ato që janë në yndyrë, por jo detyrimisht që janë më të shëndetshme ato që janë në yndyrë. E qartë. Sepse të njëjtat vlera ushqyese i përmbajnë dhe këto domatet e thata që janë në formën e ngrirë të tillë, por edhe ato të cilat janë të zhytura në yndyrë, në diferencë të vetëm pra sasi e kalorive. Nëse shohim paketimin nga mbrapa, për 100 gram për këtyre domateve, ofron vetëm 54 kalori. Çfarë në krahasim nga ato në yndyrë, le të themi është 1/3 deri në 1/4 e kalorive që mund të marrim. Kuptoj. Por njëkohësisht është edhe shumë e thjeshtë për ta përdorur, sepse mund të shkrihen shumë shpejt dhe janë ideale për salca, për sallatat ftohta, por duke mos humbur edhe shijen, sepse në momentin kur ne i ekspozojmë këto në
le të themi temperaturë apo ambientet e jashtme, domatet normale mund të thahen, ndërsa këto që ndrojnë të buta dhe nuk thahen asnjëherë. Kështu që janë zgjidhje ideale. Pra, edhe në mënyrë gatimi apo përdorimi në kuzhinë, hapësirën e gjen njësoj si domatet e thata që mund të vinë në forma të tjera. Në të gjitha llojet e gatimeve, në mishra, në sallatra, në pra për të bërë salca, për të bërë sallatat e ftohta, apo dhe për të konsumuar si snack. Pse jo, mund të konsumosh si snack. Edhe ashtu janë të shishme. Kanë dhe një element shumë të rëndësishëm që është likopeni, që është një nga antioksidantet më të fuqishëm që në natyrë gjenden dhe që zakonisht përmbahet vetëm tek lëkura e domateve dhe tek kërpudhët. Kështu që këto dy produkte ushqimore janë shumë të pasura me këtë element. Dhe likopeni është një nga ato faktorët kryesor që ndihmon në luftën e oksidimit qelizor, por njëkohësisht të telomeret që janë zgjatimet e ADN-s duke i forcuar ato për mos të lënë që të degradohen. Kështu që është dhe një efekt anti-aging nga nga ana tjetër, po, e rëndësishme që ne marrim edhe duke shijuar, pse të mos i marrim. Po, çfarë do doje të na propozoje tjetër sot? Edamamet. Atëherë edamamet janë një lloj legumeje që zakonisht përdoren në restorante aziatike, për shembull sushi apo të kategorive të këtyre produkteve aziatike që zakonisht gjenden, qoftë edhe në restorante deli, por janë shumë të veçanta sepse mund të konsumohen si snack. Ne jemi mësuar që këto edamamet ose bishtajorit i konsumojnë vetëm si gjell, pra mamat tona që bëjnë zakonisht gjellën në shtëpi, por këto janë ideale sepse mund të marrin le të themi një tas të vogël prej këtyre dhe ti konsumojnë si kokoshka. Përveç këtij fakti janë të pasura me fibra, janë të pasura me klorofil, në ngjyra jeshile dhe na ndihmojnë shumë në le të themi oksidimin e yndyrnave, sidomos në zonën abdominale. Kanë disa elemente, nuk është mrekulli bërëse për zonën abdominale, sepse mund të mendojmë që na shkrin gjithë dhjamin e barkut ton, por dhjami shkrihet në mënyrë uniforme në gjithë trupin, por kanë disa elemente, le të themi përkatëse, të cilat ndihmojnë këtë hapjen e qelizës, pra bëjnë të mundur hapjen e qelizës për të marrë atë depozitat e yndyrnave dhe për t'i konvertuar më pas në energji nëpërmjet frymshkëmbimit për të djegur atë yndyrën. Se është një gjë interesante në fakt, shumica nuk e dinë se nga shkon yndyra kur ti do psohesh. Ku e kemi çuar deri tani? Ai shkon thjesht në ajër. Ashtu, ë? Po. Kështu që nuk merret yndyra tjetrit. Ç'është na keqes. Në frymshkëmbimit ti thith oksigjen, nxjerr dioksid karboni dhe nëpërmjet dioksidit karbonit, ky atomi karbonit është ai elementi apo jo pesha e yndyrës që ti ke në trup. Sepse yndyrnat janë vargje të atomeve të karbonit dhe kur ti nxjerr frymën, nxjerr një atom karboni, një atom yndyrë. Është, domethënë ne në një farë mënyrë djegim edhe me gjatë kohës që marrim frymë. Nëse ti jeton, ti djeg. Kështu që e bëj, imagjinoj të duhet të rrinim heshtje, ndjes pak të do humb ca gram tani. Po. Kam opsionin e humbjeve. Vazhdojmë pa. Atëherë, përveç edamameve që janë shumë të rëndësishme etj, kemi edhe bishtajoret e tjera, por ne kemi përmendur pak, kemi folur edhe herë të tjera, bishtajoret. Janë fasule, të cilët janë filizat e fasuleve në fakt. Dhe në krahasim nga çdo produkt tjetër, këto kanë le të themi biodisponeshmëri më të madhe nga fasulet normale. Pra nga vetë fjala biodisponeshmëri, biologjike dhe disponueshmëri, aftësia që metabolizmi ynë ka për t'i përthithur vlerat ushqyese të këtij produkti. Dhe këto mund t'i përdorim në sallata, mund t'i përdorim qoftë edhe për t'i konsumuar. Menjëherë mund të bëjmë le të themi burritos me peta orizi, të cilat janë dhe shumë të ulta në kalori. Mund t'i kombinojmë me perime të ndryshme, pra për t'i rritur volumin pjatave tona. Dhe kam vetëm 40 kalori për 100 gram. Dhe një nga, le të themi, ato truket në thonjza të mbajtjes së një regjimi ushqimor të mirë, nuk është që ti të rish pa ngrënë. Pra, është që ti të konsumosh ushqim, është që ti mos të shmangësh asnjë nga produktet që konsumon, por të le të themi të krijosh një volum të madh në stomak me ato çfarë konsumon. Dhe të gjitha produktet që ne kemi zgjedhur sot janë të dendura në vlera ushqyese, të paketuara me fibra, janë të ulta në kalori, por kanë dhe një volum të lartë. Pra, volumi me kalori të ketë një përpjesim të zhdrejtë, le të themi, në një mënyrë tjetër. Ne kuptoj. Tjetër produkt, mund të përmendim perimet e ngrira përsëri të orogjelit, që është një mix me patlıcan, bizele dhe bishtaja dhe qep. Atëre që mund të përdoret direkt në një gjell, mund të bëjmë një supë të mirë, mund të bëjmë një sallatë ftohtë të mirë dhe ka vetëm 90 kalori për 100 gram, kështu që të jep volum, të jep fibra, të jep
fikocianina, por nga ana tjetër edhe element, pigmente të rëndësishme, siç është lëkura e patoxhanit, që i afron pigmenteve të frutave të pyllit, pra ajo ngjyra violet, le të themi, që është një nga komponimet kryesore të cilët luajnë një rol antioksidues në organizmin tonë. Kështu që është patoxhani është një frut, është një perime shumë e mirë për të na dhënë volum, por për të na dhënë dhe vlera ushqyese. Dhe nga ana tjetër nuk ka nevojë për përdorim as përvaj për këto produkte, sepse veçantia e këtyre është që mjafton të kalohen në tigan për rreth 2-3 minuta, vetëm sa të shkrin nga temperatura e tyre që kanë, dhe mund t'i përdori me një herë. Një element tjetër është misri, ne kemi sjellë në kemi 4 minuta ka. Formatin e vakumit, dhe është një nga ato produktet që të ngop. Pra, e veçanta e misrit në fakt, patjetër që ka karbohidrate, sepse mund të mendojmë që ka amidonin e tjerë na bën dëm, por ka sasi të konsiderueshme shumë i paketuar me fibra. Njëllë si që ka kokrat e vetat, paketuara në këtë formë, dhe fibrat e ti janë të paketuara në këtë formë. Dhe herë se kemi vënë në re, kur konsumojmë misër, që nuk tredhet plotësisht. Dhe pikërisht për saj të fibrave. Dhe duke konsumuar të sasi të konsiderueshme të fibrave nga misri, atëherë një pjesë e këtyre karbohidrateve që ne kemi konsumuar, ndonjëherë dhe nuk mund të përthithet. Kështu që nuk kemi pse të kemi frikë nga konsumimi i karbohidrateve, sepse nëse konsumojmë mjaftueshëm fibra, atëherë kjo pjesë e këtyre që ne kemi merak, jo e gjitha përtithet. Interesante, janë kaloritë e frutave të thata, që me vërtet frutat e thata mund të kenë 500-600 kalori, sepse janë goxha të dëndura në kalori, por efektivisht ti nuk i merr 500-600 kalori për shkak të fibrave që ato përmbajnë. Mirë, tani të pandë. Burimet proteinike, që janë surimit, imitimet e mishit të gafores, të cilat janë, le të themi, kanë numër të lartë proteinash edhe numër të ullët kalori, për 100 gram kanë 100 gram protein, dhe afërsisht, nëse shohim etiketën nga pas, 7.3 gram protein. Kështu që është një sasi goxha e konsiderueshme proteinës, duke marrë në konsiderat që për vaktet tona kemi nevojë për 20 deri në 30 gram protein në çdo vak. Që mesatarisht të marrim nga 60 deri në 90 gram protein në ditë, në varësi të peshës trupore, në varësi të aktivitetit fizik që bëjmë, apo dhe nevojave biologjike. Gjithashtu, të ndihmoni nëse i ke larg, ja do të marrim një ti e një unë dhe në fund pastaj. Atëherë, wakamet, që janë algat e detit të pasura me jod, që është një nga elementet kryesor për tiroidin, dhe tiroidi le të themi është motori kryesor që le të themi komandon të gjithë proceset e trupit ton, duke na ndihmuar në oksidimin e yndyrnave, duke ndihmuar në prodhimin e hormoneve, duke ndihmuar gjithashtu edhe në funksionin metabolik, qoftë për energjinë qelizore apo edhe për funksionimin e mirëfillt të gjithë proceseve oksidative, por dhe reduktuese që trupi jon bën në mënyrë të vetvetishme. Dhe karkalecat, të cilat janë... Nëse ka nevojë të orientohesh edhe me... Të cilat janë të ngrirë në këtë format, janë sushi grade, të cilat mund të konsumohen me një herë pas shkrirjes, pra nuk ka nevojë për t'i gatuar, dhe e veçanta le të themi e mos gatimit të produkteve ushqimore është pikërisht biodisponueshmëria e proteinave. Në momentin kur ne gatuajmë proteinën, proteina denatyrohet. Dhe flokët kaçorela, për shembull, janë proteina të denatyruara. Flokët e drejta kanë një konformacion tjetër proteinik, kaçorelat kanë një denatyrim proteinik. Dhe proteinat në produktet ushqimore... Të mendosh se si kanë ndikime dhe tek këto që ne konsiderojmë. Dhe proteinat njëkohësisht në produktet ushqimore, në momentin që ne i gatuajmë, bën kaçorela dhe denatyrohen. Dhe biodisponueshmëria nuk është e njëjtë. Kështu që kur i konsumojmë në atë formë të tillë është akoma kemi shumë pak kohë dhe unë do doja erza që është ideale për ta le të themi për të bërë kombinime të ndryshme ushqimore në mënyrë që mos na bëhen vaktet e mërzitshme, dhe përveç ato janë fajita, që është një erëz tipike meksikane, dhe një recetë shumë të rëndësishme që unë do kisha dëshirë ta përmendim, do ishte atëherë frutat e pyllit, të cilat janë të pasura me antioksidant, eritritoli që është një ëmbëlsues shumë i mirë. Atëherë, në momentin që ne mund t'i përzim të dyja këto së bashku, pra të bëjmë një formë pure, edhe pse frutat e ngrira janë pothuajse pak të ëmbla, edhe me përdorimin e eritritoli që është një sheqer alkool i cili nuk ka absolutisht ka 0 kalori, pra të papërfyeshme totalisht, mund të bëjmë një pure të mirë, mund ta shtojmë në një le të themi tas që ka një përmbajtje të ulët të gelatinës, pra 1 ose 2%, gelatin bimore apo gelatin shtazore zgjidhja juaj, më mirë do ishte shtazorja,
për të na furnizuar le të themi me atë kolagjenin dhe mund të bëjmë le të themi disa gamis, pra disa forma gelatinore shumë të mira, të cilat për fëmijët do ishte shumë ideale dhe janë të ulta shumë në kalori. Dhe të shëndetshme 100%. Ndonjëherë do t'i bëjmë në kuzhinë të vërtet këto në fakt edhe në praktik për t'i parë. Unë falenderoj që ishe me mua në studio, të pres përsëri me tjera informacione të cilat janë të vlefshme për diskutim në përditshmërinë tonë. Shkojmë tani në publicitet në radhës, kthehemi me të ftuarin e dytë.